E pyeta ChatGPT-n se nëse do ekzistonte vetëm një gjë që mua do m'bënte të pasur, cila do ishte? Dhe dini çfarë më tha? Investimi në vetvete dhe në zhvillim personal. Investimi më i mirë që mundesh me bë është investimi në dije dhe njohuritë e tua. Kur ti investon këtu, kur ti je i pasur këtu, do i krijosh ato edhe në realitetin tënd. Kur një person investon këtu, në vetvete, në zhvillim personal, edhe nëse i humb të gjitha, ai do di me i kriju gjitha edhe një herë nga fillimi. Edukimi dhe zhvillimi personal sot janë një nga investimet më të sigurta, jo vetëm në aspektin financiar, por që të kesh një jetë më të lumtur, më të suksesshme, më të përmbushur në gjitha sferat e saj. Dhe nëse nuk din nga t'ja fillosh, atëherë filloja me kursin Inteligjenca Financiare nga VR Academy, ku aty do mësosh gjithçka në lidhje mbi parat, strategji mbi menaxhimin e tyre, si të eliminosh bllokadat emocionale mbi parat, shlyerjen e borxheve, shitjet dhe një plan konkret për rritjen e financave tua. Komento këtu gati dhe do t'i dërgoj të gjitha informacionet e nevojshme mbi kursin.